Humbja e jetës së 17 fëmijëve në Rumani për shkak të epidemisë së fruthit, si dhe shpërthime të kësaj sëmundje ngjitëse në vendet e rajonit, kanë alarmuar autoritetet shëndetësore edhe në vendin tonë për shkak të një tendence për të refuzuar vaksinën kundër fruthit që bëhet tek bebet 12 muajshe. Edhe në qytetin e Shkodrës konstatohet një gjë e tillë, pasi vaksinimi kundër kësaj sëmundje rezulton të jetë realizuar në masën 93%. Unë do thosha që Shkodra ka realisht një përqindje të deklaruar vaksinale e cila është shumë transparente edhe për faktin se ne jemi në një sistem online dhe sistemi jonë elektronik i vaksinimit ka bërë që ne të kemi as më shumë as më pak por realitetin. Targeti apo mundësitë e imunizimit janë në vlerat 95% dhe kjo është e arritshme. Është e arritshme edhe në Shkodër. Ne aktualisht jemi në nivelet 92-93%, eksaktësisht është 93.6%, por kemi zonat të cilat bien nën këtë kod. Ashtu si kundër kemi edhe zona kryesisht të periferive, të cilat janë në përqindje shumë të lartë. Shefi i epidemiologjisë ju bën thirrje prindërve, kujdestarëve, edukatorëve apo dhe mjekëve pranë qendrave shëndetësore që të aplikojnë tek fëmijët vaksinën kundër fruthit, pasi kjo vaksinë nuk ka asnjë lidhje me shkaqjet e autizmit tek fëmijët. Por unë të thosha që grupet antivaksinale nuk kanë asnjë argument dhe të gjitha ato që e lidhin vaksinimin me një pasojë apo një tjetër, atësa shpeshherë etiketojnë si shkaktari i autizmit, nuk qëndrojnë. Fjalë, unë kam një thirrje për të gjithë prindrit, kujdestarët e fëmijëve, nënat e reja, por njëkohësisht edhe për punojësit tanë shëndetësor, qendra shëndetësore, vaksinatorët, por edhe drejtorët e tyre, që të nxjerrin nga regjistrat elektronik të gjithë fëmijët e pavaksinuar dhe t'i ftojnë ata pranë qendrave shëndetësore pasi vaksinë ka mjaftueshëm dhe ato janë të hapur të realizojnë vaksinën sipas afateve në momentin e duhur. Ndonse Shqipëria renditet ndër vendet që kanë një mbulesë të lartë të vaksinimit të popullatës, gati në masën 95%, vitet e fundit është vënë re refuzimi i prindërve për të bërë vaksinën e fruthit, gjë që sipas specialistëve mund të rrezikojë jetën e fëmijës, por edhe të komunitetit.